Mirëmbrëma, sonte po fillojmë emisionin e parë, që do t'jetë në vazhdim, në Xhiro me Syçin në podcast. Pse e kam vënë Xhiro me Syçin? E para, Syçi është my nickname që më kanë thirrur në këtë emër që fëmijë që në moshën 10 vjeçare dhe e gjithë Tirana apo dhe më gjërë, tashmë më njohin me Syçin. Dhe tjetra është që e kam vënë Xhiro me Syçin duke kujtuar rinin e Tiranës së para vite 90, asaj rinie që ishte një mini minorancë dhe që flitej kundër regjimit pikërisht në xhiron e madhe që bëhej, ose ndryshe siç i thonim ne, tek bordurat përballë bashkisë, tek bordura përballë bashkisë, ku është bashkia sot, që ato bordura fatkeqësisht janë prishur. Dhe në këtë mënyrë unë dua të sjell në vëmendje se si pikërisht ajo frymë e asaj rinie, me muzikën, me disidencën kundër regjimit, sot është anashkaluar, mohuar, falsifikuar, pikërisht nga ata që na erdhen me dy gishta që ishin në shërbim të regjimit komunist. Këtu, në këtë emision, nuk do të ketë tabu, sigurisht do të merremi me politikë, që është gjëja që merren shqiptarët, por një njeri që nuk merret me politikë, atëherë politika do të sundojë simas asaj çka ato duan, prandaj njerëzit do të kenë një ndërgjegje politike. Do të kemi emisione për sportin, për artin, për kulturën, për filmin, sigurisht do të kemi dhe sarkazëm, edhe në këtë hapësirë do të jetë një dëshirë e papërmbajtshme për të hapur dosjet që fshihen poshtë tapetit të shoqërisë. Pra, me këtë dua të them që ne sot trumbetojmë një kulturë dhe patriotizëm folklorik dhe në këtë mënyrë ne si shoqëri nuk kemi ndërtuar një raport me të vërtetën, nuk kemi ballafaquar me të vërtetën dhe kjo ka krijuar këtë ngërç që shoqëria jonë mos hyj në një shkallë të civilizimit europian dhe të shoqërive moderne. Kjo do të jetë hapësirë pa filtra, do të ketë pyetje, do të pranohen të gjitha mendimet dhe kundërshtit, do të ketë histori të zakonshme që në këtë emision do të bëhen të jashtëzakonshme. Do të ketë rrëfime personale, ngjarjet e ditës dhe këtu do të jemi për të folur pa doreza, sepse në fundit kush ka kohë për korrektesë politike apo etik, në thonjza që ne quajmë etik, por nuk është etik, por mbulojmë ato të vërtetat tona, në këtë realitet qesharak tragjikomik. Mendoj që me këtë emision ne do të plotësojmë atë çka shumë media sot i anashkalojnë ose me qëllim nuk i thonë, sepse kanë qenë pjesë e asaj që mbulojnë sot për mbuluar veten e tyre dhe për mos pasur një ballafaqim me të vërtetën. Historia moderne e popujve europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës na ka mësuar që raporti me të vërtetën, ballafaqimi me të vërtetën i ngren shoqërinë dhe i çon drejt një zhvillimi social, politik dhe ekonomik. Këtë do mundohemi të bëjmë ne në këtë emision. Sonte në emisionin e parë është e ftuar të gjithë e njohim zonja Arta Dade, e cila është një figurë me vlera në politikën shqiptare të këtyre 3 dekadave, ka qenë ministre e kulturës, ministre e jashtme, kryetare e komisionit jashtëm parlament për një kohë të gjatë, dhe Arta Dade ndryshe nga sot nuk është futur në politikë me listat mbyllura apo me listat shqyra, por është futur në politikë me vlera dhe i ka treguar këto vlera gjatë kohës që ajo ka qenë parlamenti shqiptar, si për charmin e saj, si për anën etike dhe si për kulturën e saj, dhe fatkeqësisht këto modele na mungojnë sot në politikën shqiptare.
Mirëmbrëma Arta Dade, dhe mirë se keni ardhur në emisionin e parë. Mirëmbrëma Ilir, faleminderit për ftesën. Ju uroj mbarësi edhe sa më shumë programe të tilla të kemi pa filtra, aq më mirë do të jetë shoqëria shqiptare. Pra, ju jeni dakord me atë që ne nuk guxojmë ballafaqohemi me të vërtetën. Po, jam dakord edhe sigurisht duhet të jetë momenti, edhe besoj që është tani, që ne duhet të themi dhe disa të vërteta, të cilat vetë se na bëjnë mirë dhe nga këto të vërteta askush nuk është i humbur, të gjithë janë të fituar. E thatë shumë saktë, nga këto të vërteta asnjë nuk është i humbur, dhe në radhë parë shoqëria shqiptare do të jetë më e lirë. Për të filluar, zonja Dade, si politikane me përvojë të gjatë, aktualisht ndodhim në parak zgjedhjeve, ku qeveria socialiste e udhëhequr nga kryeministri Rama kërkon mandatin e tij të katërt, ndërsa opozita synon në rikthimin në pushtet pas 12 vitesh. Si vlerësoni këtë situatë? Pse mendoni opozita meriton një mandat katërt dhe pse opozita duhet ose nuk duhet të vinë në pushtet? Faleminderit për pyetjen, është pyetja apo situata që ne diskutojmë të gjithë. Ata që janë marrë me politikë, po dhe ata që nuk merren me politikë. Nuk besoj që ka njerëz që t'jenë indiferent në këtë fazë që ka filluar fushata elektorale dhe besoj që i kemi ndjekur të dyja aktivitetet që bën partitë respektive, pra më e madhja sigurisht është vetëm një parti në maxhorancë dhe më e madhja e opozitës, e cila drejtohet nga Sali Berisha. Dhe unë personalisht mendoj sa kohë opozita të drejtohet nga Sali Berisha, Rama jo vetëm do marrë mandatin e katërt, por rrezikojmë që të marrë edhe të pestin. E them rrezikojmë sepse personalisht mendoj që rotacioni është i domosdoshëm për një shoqëri demokratike, atje ku kemi hyrë ne. Por në situatat që jemi, duke parë që kemi një opozit totalisht të paralizuar, një opozit që më së shumti në vend që të shpalosi alternativat dhe realisht të bëjë një opozit për qeverisjen 12 vjeçare me alternativën përkatëse, është kthyer dhe është rikthyer tek modelet e vjetra. Dëgjova me shumë vëmendje fjalimin e zotit Berisha, i cili mu duk një përsëritje e asaj çka ka thënë, që nga momenti që ka marrë përsëri frenat e Partisë Demokratike, ose më saktë kishte. Do të përqendrohem tek politika e jashtme dhe shpeshherë thot këtë gjë që unë futa Shqipërinë në NATO, unë liberalizova vizat. Dhe në fakt njerëzit... Falë po ju ndërpres zonja Dade. Kjo është një pyetje që më mirë se ju nuk mund ta shpjegoj askush. Unë kam folur dhe me Agim Fagun, pra hyrja NATO nuk është merit e Berishës, ishte një proces që filluar me kohë. Sigurisht. Ashtu edhe vizave. Pse kjo politikën shqiptare që unë atë po shpjegoj dhe shpeshherë arritjet personalizohen. Po. Në një kohë kur proceset integruese euroatlantike, padyshim që ka qenë një aspirat e gjithë shoqërisë shqiptare, pra e popullit shqiptar, por edhe kontributeve respektive që ka dhënë shoqëria civile, qeverit njëra mbas tjetrës, biznesi, profesorati, universitetet, sepse kur themi do integrohemi, të themi në Bashkimin Evropian, nuk është se integrohet një parti apo një qeveri, integrohet shoqëria shqiptare, integrohet Shqipëria. Kështu që ata që nuk njohin këtë proces, i cili nuk mund të jetë një akt, por është një proces, dhe ato standarde që i është dashur Shqipërisë tjari, si për antarësimin në NATO, si për liberalizimin e vizave, si tani për Bashkimin Evropian, janë një proces i gjatë në këto 30 e ca vjetë, sepse duhet të dim që për integrimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria pati një marrëdhënie me komunitetin evropian që quhej në atë kohë që nga 92-shi. Dhe madje Sali Berisha është përgjegjës për vonesat në këtë proces, sepse dihet që në 96-ën Shqipërisë
ju kushtua 10 vjet vonesa në procesin e integrimit. Ne ishim përpara të gjitha vendeve që tashmë rezultojnë antarë të Bashkimit Evropian, dhe për këtë jo vetëm që nuk flet njeri, jo vetëm që nuk ballafaqohet me Sali Berishën, por ri në eshte dhe e pranoi si të vërtet. Nëse mund të ndërhyj një sekond, zonja Dade. That një gjë, jo vetëm që nuk flet për njeri, dhe nuk ballafaqohet njeri. Po, sigurisht. Dhe për të sqaruar do doja që t'ia thonin këto gjëra Sali Berishës, që ti ke krijuar vonesa. Për të sqaruar publikun, ju keni qenë pjesë e atij procesi për futjen e Shqipërisë NATO. A mendoni se ky proces, ose ja mendoni, ju e dini më mirë, kur ka filluar dhe si ka shkrisë, ndjenin time ka filluar shumë vite përpara kur ishte Partia Socialiste, kjo mas 97-s. Sigurisht. Dhe ka bërë një punë të madhe diplomacia shqiptare në atë kohë dhe qeveria shqiptare. Kërkesa për NATO shkon shumë mbrapa deri në 91-92-shin. Madje historian të respektuar thonë që që në kohën e Vilson Ahmetit, kur ka qenë kryeministër, është bërë një kërkesë informale. Po, ka qenë zoti Alfred Mojsiu, kryetari i sigurisht që që u krijua dhe shoqata e Atlantikut Veriut. Por sigurisht që duhej reformuar ushtria, dhe për këtë arsye Shqipëria bashkë me vende të tjera të Europës Juglindore u bën pjesë të jo vetëm të Europës Juglindore, po edhe të botës balltike, të 3 republikave atje. U bën pjesë të Partnership for Peace, pra të partneritetit për paqe, dhe sigurisht u krijua grupi Vilnius 9, pra ishin 9 vende. Bullgaria, Rumania, përpara se sa këto të antarësoheshin, 3 republikat balltike, Republika Çeke, Hungaria. Pra ishin të gjitha vendet ish komuniste. Dhe unë ka marrë pjesë në kohën 2001, kemi qenë në Riga me Colin Powell, dhe madje Kroacia ju bashkangjit si vendi i 10 kartës Vilnius u bë Vilnius 10. Dhe pastaj të gjitha këto shtete që ne i kishim bashkëudhëtar u antarësuan në NATO përpara nesh. Pra, tregon që procesi që procesi u ngadalsua, sepse me atë që ndodhi në 96 dhe 97 dhe 98, kur për shkak të drejtimit të keq të vendit, pra me përgjegjësitë, sigurisht mos kishte përgjegjësi direkt ligjore presidenti i asaj kohe, por patjetër që përgjegjësi morale kishte, u detyruan 11 shtetet e Europës që të sillnin ushtritë e tyre këtu në Shqipëri për të stabilizuar vendin. Dhe kjo i kushtoi Shqipërisë 10 vjet vonesa në Bashkimin Evropian, sepse na u desh ta nisim nga e para në 97-ën, kur vendi shkoi poshtë nivelit 0. Zonja Dade, përse kjo neglizhencë, më të themi, ose mos përgjigje që nuk i jepet Sali Berishës, kur ai dele thotë që e futëm Shqipërinë NATO, e liberalizuam vizat. Përse Partia Socialiste ose dhe gazetarë kur e kanë Berishën përballë, nuk ja drejtojnë këtë pyetje, se nuk i ballafaqohen me te. Ky është një problem i madh shoqërinë shqiptare dhe i medias, mendoj. Është problem shumë i madh dhe më së pari i takon patjetër Partisë Socialiste, sepse më mirë se kushdo tjetër, apo jo, e din figurat qendrore dhe e din njerëzit që kanë kontribuar në breza të tërë. Kjo është kaq e vërtetë sa që stepen për t'i bërë këto pyetje apo për t'i thënë këto realitete, pra të vim prapë tek e vërteta që ka nevojë shoqëria shqiptare. Këto janë disa të vërteta që nuk mund absolutisht të mbulohen. Dhe prandaj njerëzit nuk duhet harrojnë, sepse kemi figura të konsumuara, jo vetëm që nuk kanë më çfarë t'i japin Shqipërisë, por përkundrazi kanë bërë aq shumë dëme sa që ende nuk po japin llogari për dëmet që kanë bërë. Dhe duke privatizuar sukseset, pra siç është rasti i Shqipërisë së NATO, ka një ndryshim të theksuar mentaliteti midis Partisë Socialiste edhe zotit Berisha dhe partisë që ai drejton. Për shembull, përpara se sa Shqipëria të antarësohej në NATO, dihet që ndodhi gërdeci dhe që qej një fatkeqësi e jashtëzakonshme, humbën jetën 27 persona. Pra po t'ishte e kundërta, pra t'ishte Partia Socialiste në pushtet, po doja me në krye Saliun, do dili dhe do thoni Shqipëria s'duhet futet në NATO sepse është narkoshtet, siç bën tani, që s'duhet futet në Bashkimin Evropian. Ne kemi bërë të kundërtën. Ne kemi thënë që për te fakti se çfarë ndodhi, sepse Gërdeci kishte lidhje patjetër me Ministrinë e Mbrojtjes. Pra, për te faktit që ka ndodhur kjo tragjedi dhe ka ndodhur le të hetohet çështja, ne duam që Shqipëria të futet në NATO.
sepse duke qenë në NATO, ne patjetër bëhemi një vend më i mirë, bëhemi një vend më i sigurt, ne bëhemi një vend që kontribojmë. Deri në atë moment kishim konsumuar siguri. Pra, duke u futur në NATO, neve do të kontribojmë për sigurinë, ashtu sikurse dhe ka ndodhur. Dhe madje un kam qenë në një delegacion në Kongres me figura qendrore të Partisë Demokratike dhe përfaqësoja opozitën. Dhe kam kërkuar që kjo gjë nuk duhet ndikoj për të vonuar antarësimin e Shqipërisë në NATO. Pra kemi të bëjmë me dy koncepte të ndryshme, me dy mentalitete të ndryshme, si i shikojmë interesat e vendit, si i shikojmë kontributet për ta demokratizuar më tej shoqërinë dhe si kontribojmë dhe si i japim një vend vendit ton, pra Shqipërisë ton, në arenën ndërkombëtare, edhe në arenën europiane për të merituar vendin që ne na takon, për te defekteve, sepse në fakt sigurisht politika e brendshme kalon gjithmonë për të dëshiruar. Edhe në momentin që flasim ka defekte. Dhe në fakt një mendje e mençur ka thënë më jep një politikë të brendshme të mirë, të jap një politikë të jashtme të shkëlqyer. Apo jo? Por në rastin e Shqipërisë, mbase kjo nuk është aq pasgjithshmërisht e lidhur, sepse dihet që një vend në tranzicion duhet ka përxej mjaft probleme, shumë gjëra janë zgjidhur, fakti që neve na kanë vlerësuar dhe po avancohet dhe po përshpejtohet edhe negociata tani për antarësimin e plot. Sot ekipi ndodhet në Bruksel dhe do të hapin pjesa e dytë e kapitujve. Pra tregon për një përshpejtim të negociatave që janë të vështira, pra ne duhet të dim ta marketojmë atë që kemi arritur dhe besoj që gjërat po shkojnë shumë mirë. Por nëse lideri i opozitës thotë që unë e futa Shqipërinë në NATO, unë liberalizova vizat dhe ky tjetri nuk duhet ta fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ky është një qëndrim për mua i dënueshëm moralisht dhe nga ana etike, por gjithashtu një mendje e ngushtë, e vockël dhe një keqdashje apo jo për interesat madhore të vendit. Po ta shohim gjatë gjithë këtij 35 vjeçari, Berisha në shumë raste, edhe në luftën Kosovë me OÇK ka pas qëndrime kundër interesit kombëtar mendoj. Po sigurisht. Ai ka bërë me qëllim. Sigurisht. A është i kapur? Apo si është puna, atë e di Berisha. Por ajo që nuk na lejohet ne, ajo që thash fillim, media dhe politika, kur thojnë Amerikan, doesn't nail him. Dhe duhet ta gozhdojnë atë kur del në media. Jo e ledhatojnë. Dhe tjetra një pyetje. Le mos ta gozhdojnë, po si thon anglezët, call a spade a spade. Ti thrasim gjërat me emrin e tyre të vërtet. As këtë se bëjnë. As këtë nuk e bëjnë. Në kundër ta ledhatojnë dhe ai bla 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 thot çfarë dojë dhe hikën edhe tur për ato gazetarë që janë rreth tij. Nëse kjo është punë e tyre. Ju sollën vëmendje një pyetje që unë kisha për ta bërë më vonë. A mendoni se Rama është fokusuar më shumë politikën e jashtme dhe ka arritur mendoj unë rezultatin politikën e jashtme? Shqipëria është bërë më atraktive sot për politikën europiane, kanë ardhur lider europiane, janë bërë konferenca, do të bëhen prapë me 12. Por ka lënë me një anë politikën e brendshme. Ne kemi plak shumë të forta, do të jemi të vërtet, korrupsioni është vërtet. Një gangren për shoqërinë sot. Sigurisht nuk e solli Rama, por është ngritur dhe mendoj që duhet një masë për këtë. Tjetra është, kemi probleme shumë brendshme. A mjafton ajo që thatë ju pak përpara, mjafton politika jashtme duke lënë me një anë politikën brendshme, gjithsesi Shqipëria me 12 vjet Parti Socialiste është krejt ndryshe, të jemi realist. Ndaç Shqipëria urbane, turizmi është zhvillu, rrugë janë bërë, domethënë po prap ka probleme. Probleme ka edhe në Europë, sot probleme ka edhe në Amerikë, jemi në një moment krize botërore mendoj. Është e vërtet, unë besoj që në 12 vjet ka arritje, ne nuk mund t'i mohojmë mjaft gjëra, sepse edhe procesi i integrimit nuk është një proces që merr dekorata kur ti nuk i realizon disa nga standardet. Por nuk ndodh në asnjë vend tjetër që opozita të shkojë dhe të flasi kundra vendit vet dhe të krijojë sherrë në çdo delegacion që veten në Bashkimin Evropian, duke krijuar imazhin e një vendi që mbahet në mënyrë permanente në një konfliktualitet politik. Edhe konfliktualitet politik i
pa sens. Dhe në çdo raport që është bërë për ecurin në këtë proces, konfliktualiteti politik ka qenë një nga arsyet kryesore që ka frenuar procesin. Dhe kështu që liderët në opozit apo në majorancë mund të jenë faktor i përshpejtimit proceseve ose faktor i ngadalësimit dhe i frenimit. Në këtë rast kemi të bëjmë me Ramën që në përgjithësi ka qenë përshpejtues i proceseve, sepse patjetër me vizionin që ka patur edhe me energjinë për t'i bërë gjërat që thot, ndërsa në anën tjetër kemi pasur gjithmonë faktor frenues. Dhe kjo ka qenë një dallim i politikës shqiptare që neve na ka vënë pak në një pozicion të vështirë në krahasim me partnerët tanë në Europë. Sepse kjo nuk ka ndodhur. Për shembull, po të marrim Kroacinë. Kroacia ka patur një krye negociator dhe një zëvendës ministër për Europën, të cilin e kanë mbajtur qeverit për te faktit që janë ndruar majorancat. Pra ai duke qenë një ekspert dhe në këto vitet e fundit ka qenë edhe komisioner që përfaqëson Kroacinë në Bashkimin Evropian, në Komisionin Evropian. Kështu që disa shtete që janë për të marrë shembull, që kanë një vizion të qartë dhe e dinë që proceset integruese nuk duhen kaluar përmes fillit të partisanship, pra e bëra unë, e bëre ti është merita ime, sepse kuptohet që janë procese që duhet të shkojnë dorë mbas dore cila do qeveri që qeveris vendin, dhe sigurisht për këtë ndërgjegjësohet edhe shoqëria dhe aktorët e tjerë të shoqërisë që nxisin këto procese. Ju thatë një gjë shumë të saktë në lidhje me Kroacinë, që kishte një negociator dhe s'ka rëndësi kush vinte pushet e bashkonte. Kurse tek ne kjo kulturë është ndryshe. Megjithëse për të qenë sinqert, Partia Socialiste nuk i ka bërë ato veprime kur ka qenë çështja për Shqipërinë për Bashkimin Evropian, për NATO, domethënë siç e thatë ju jeni sjell, pavarësisht të kalojmë këto, duhet hyj Shqipëria. Kurse Partia Demokratike permanente ka qenë destruktive, regresiste, duke shtyrë interesat e Shqipërisë, duke anatemuar Partinë Socialiste. Pra, këtu kemi të bëjmë me një dallim të madh midis këtyre dy partive. Dhe gjatë gjithë këtij tranzicioni, Berisha na shfaqur si destruktiv. Përse shoqëria shqiptare dhe vazhdon edhe sot. Përse shoqëria shqiptare është kaq e pafuqishme o politika shqiptare për ndaluar këtë njerëz. Se ky është bërë gangren tash. Më së pari, atë duhet ta ndaloj vetë forca e vet politike dhe a mund të quhet më forcë politike? Ata koalicioni, ata që i shkojnë mbrapa, me thënë të drejtën është një çudi e madhe dhe sinqerisht aty ka njerëz dhe ne i kemi sigurisht të njohur, i kemi miq, apo jo, se Shqipëria është kaq e vogël sa të gjithë njohim njëri tjetrin. Madje në gjatë përvojës sime si kryetare e Komisionit Jashtëm, unë kam patur përfaqësues të Partisë Demokratike që mund të kenë menduar si ne dhe na kanë mbështetur. Por në momentin që shkojnë ke llogoret e tyre, ata sigurisht bëjnë të njëjtën gjë, sepse përndryshe do ishin përjashtuar. Ka patur për shembull personalitete që edhe Partia Socialiste majoranca, qeveria i çoi edhe ambasador. Dhe ata kanë pasur koncepte komplet ndryshe nga ajo çfarë përfaqëson sot Partia Demokratike. Madje edhe të rinjt sot kanë modele liderët e vjetër. Dhe kjo të bën pak pesimist për të ardhmen e politikës. Pra, themi gjithmonë që të sjellim të rinj në politikë dhe duke ndjekur të rinj në politikë, modelet e vjetra tregon që politika nuk ka ndonjë të ardhme dhe këtu është shqetësim shumë i madh opozita, sepse opozita patjetër që duhet vi një ditë që të vijmë pushtet. Sepse demokracia nuk mund të vazhdojë vazhdimisht një parti fiton zgjedhjet, por fakti që opozita ende mbetet një opozit që nuk të ofron besim, nuk të ofron alternativ, nuk ka një moral për qeverisur, ka rekorde të frikshme, në qoftë se do t'i drejtohemi liderit të saj, ka rekorde të frikshme. Dhe ka rekorde të frikshme, kriminale dhe madje ka rekorde të pandëshkueshmërisë.
ende vazhdon të ketë rekordet pa ndëshkueshmërisë, që është një nga defektet kryesore. Me gjithë reformën në drejtësi, me gjithë ngritjen e strukturës së SPAK-ut, patjetër që ka filluar një proces dhe një hetim. Pra, kemi një opozit me lider që kanë procese me drejtësinë dhe vazhdojnë non grata nga dy fuqitë më të madhe dhe vazhdojnë akuzojnë majorancën për ato procese që sigurisht bën punën e vet drejtësia dhe askush nuk e ka penguar drejtësinë të bëjë punën e vet. Zonja Date më sollën në vëmendje me këtë që thatë një pyetje për SPAK-un. Unë jam që të bëhet luftë e pa kompromis kundër korrupsionit, padyshim. Po sigurisht deri në momentin që vërtetohet që je fajtor, je i pafajshëm. A ju ka rënë sy kohët e fundit që nuk po them SPAK-u i tëri, po segmentet ndryshe SPAK-ut ose individ SPAK-ut kanë një lloj qasje nga opozita. Po i them për faktin, kur thonë kontrollon Rama, unë nuk besoj që e kontrollon Rama SPAK-un, se nuk do të lejonte që se kontrollonte që i hikshin gjithë këto njerëz të tij të afërt dhe sfundi me Velian. Në anën tjetër, si ka mundësi që ky njeri që s'ka lënë gjë pa i thonë SPAK-ut, organizatë kriminale, terroriste, ku ta diun. Dhe ky jo edhe sot, jo më larg se sot në dreka i prapë ka sulmuar. Po, dhe ky njeri del televizor dhe nuk ka asnjë mas me te, dhe unë kam marrë si shembull nëse vidhen dy banka, në një vidhen paret dhe nuk ndodh asnjë vrasje asnjë dhe një tjetër vidhen paret dhe ka dhe vrasje të punonjësve të bankës, policia do ndjekë aty ku është ndodh vrasja. Sa aty është procesi. Pra ky njeri ka rekorde kriminale. Ka një gërdec, ka një 97, ka 21 janarin, ka 98-ën që u bë gjithë ajo që bëri Gru Shteti. Pra, me gjitha këto rekorde, si ka mundësi se politika jonë për post tireve vuan dhe atë pa ndëshkueshmërinë që thatë jo. Sigurisht. Pra, çfarë ndodh këtu? Unë them vendosë drejtësi. Po qose SPAK-u, ose smengët e SPAK-ut, ose element ndryshën SPAK-ut, do ta përdorin SPAK-un si politik, ajo nuk është më drejtësi. Unë besoj që reforma në drejtësi ishte e domosdoshme, dhe sigurisht kjo nuk u bë vetëm nga majoranca apo opozita, sepse aty në parlament u votuan 140. U votuan 100%. Por sigurisht të janë procese edhe të vështira dhe nuk mund të pretendohet që çdo gjë është perfekte. Kështu që kanë kaluar në këto vetingjet edhe në këto që janë bërë, edhe individ që ndoshta nuk e kanë merituar, apo nuk janë të aftë të kryejnë detyrën, apo kanë mangësi në profesionalizmin e tyre. Apo janë të kapur diku. Apo janë të ndikuar nga politika diku, apo kanë arritur deri atje edhe për shkak të ndikimit të politikës. Kështu që nëse SPAK nuk do të zbatojë dhe të ruaj të drejtat e njeriut dhe standardet europiane, qoftë gjatë hetimit, apo edhe në rastin e Veliat që u arrestua apo dhe në rastin do një personaliteti tjetër politik, të cilët mund të ndiqen dhe të jetohen në gjendje të lirë, edhe për shkak të detyrave që mbartin, sikurse ndodh në Europë dhe sikurse ndodh në vende demokratike. Majori i New Yorkut ka 12 akuza dhe vazhdon. Unë kam thënë këtë gjë edhe në një rast tjetër dhe këtë do të kisha parapëlqyer për SPAK-un. Gjithsesi jam punë e tyre dhe unë vazhdimisht i uroj që të kenë suksese, sepse në fundit është një institucion që ka ngjallur një besueshmëri në opinionin publik. Edhe për shkak të luftës që bën kundër krimit dhe kundër korrupsionit, sepse duhet pranuar që korrupsioni është ndruar në një plagë shumë serioze dhe gangren të shoqërisë shqiptare. Dhe domosdoshmë në 12 vjet një qeverisje patjetër, sa më je gjatësi në pushtet të kesh, aq më shumë kosto krijohen dhe sigurisht aq më shumë edhe raste korruptive. E rëndësishme është që tashmë është krijuar edhe ideja, por edhe praktika që njerëzit duhet mendohen 10 herë kur janë përpara ndërmarrjes së praktikave korruptive. Sepse ç'është e drejta kemi plot raste që janë vënë përpara përgjegjësisë penale. Problemi është që a janë finalizuar apo janë zvaritur. Dhe ka mjaft çështje që do zvariten. Sepse kuptohet që ashtu sikurse ka çështje
që janë kthyer nga gjykatat. Kemi rastin e ndonjë kryetari bashkie që përtej faktit dhe akuzave të pathemelta që janë ngritur, ata kanë fituar gjyqjet dhe këtu mendoj që kanë funksionuar gjykata. Është rasti një kryetari bashkie e Partisë Socialiste që ka marrë pare për ndërtuar rrugën e fshatit. Dhe ai është në burg, kurse këta që kanë milionat, Fatmir Mediu që hudhi ner një gërdec të tërë dhe dhe shëtit poshtë e lartë në Amerikë, big deal se në tako ka disa senatorë amerikanë dhe vje këtu me fotografi. A thu se jemi para 90-s, më qisën 100 fotografi, dhe tjetra është që këto partit vogla, për pos kësaj këto i marrin parë dhe nga buxheti shtetit duke ju bashkangjit partive të nda kur nuk kanë votues. Fatmir Mediu të garantojnë të nuk ka një mikrobus me votues. Tani unë këtë gjë nuk e di, por mendoj që edhe shpresojmë që drejtësia të bëjë punën e vet dhe të dalin fajtorët e vërtet. Një drejtësi e vonuar është një drejtësi e harruar. Është një proces që po vazhdon edhe me thënë të drejtën kur janë të stërzgjatur, sigurisht që kjo e cënon pak besueshmërinë ke ata që e ndjekin këtë. Jo, më duket nuk ka një precedencë, nuk ka një që ketë një vullnet, sepse aty faktet janë, dikush i vrau, urdhët janë dhënë për një seminarin. Patjetër, më së pari njerë, aty janë përgjegjës... Nëse kujtoni, ai tha i kam 4 snajper atë Tarac. Më së pari është kryeministri përgjegjës, sepse aty ishte lejuar dhe puna në zez, madje dhe puna e fëmijëve. Pra aty shfrytëzoheshin dhe fëmijët. Aty shfrytëzoheshin gratë me punë të zez. Dhe ata në të gjitha elementet, pra aty ndërthurej disa institucione qeveritare, disa ministri janë përgjegjës. Dhe kështu që nëse nuk do të ketë një hetim të thelluar dhe për atë, atëherë. Dhe një gjë ardhatë nëse ju kujtoni shumë mirë skandalin e Iran Gate-it me armët, Amerika me Iranin, në kohën e Reaganit se ka pas ai generali që ishte atje. Ja kam harruar emrin tash. Edhe ai kur dolin gjyq tha unë jetën time e vej, po jetën e fëmijëve të mi nuk e vejet familjes time, se kishe rrethu shpinë me... Por, çështja është që ato para, do më paktën, ato para nuk shkonin në xhepat e presidentit apo në xhepat e generalëve, po shkonin në buxhetin e shtetit. Ajo tregti armësh, po doli plasi skandali dhe kurse këto, që amerikanët u dënuan. Po pra, kurse këtu kemi është bërë dhe filmi llogaria më e thjeshtë, janë biliona dollar aty vetëm metal të kishin shit ato. Ku janë këto para? Që janë bërë nga ky trafik armësh? Ku janë parat, Mojzi? Sigurisht nuk është vetëm ajo. Ku janë parat? Ke ndërtimet e Shkelzenit? Po të shkojmë me historitë e Saliut, do të kemi dhe embargon e OKB-s që ai është shkeli në 94. Që është shkeli me naftë. Është vetëm ajo që ka është në kujtimet e Bullatovićit, ish kryeministrit Malizit, atë segmenti sepse kanë qenë bashkë me Serbinë, edhe ai tregon se si bashkëpunonte me qeverinë Meksi për trafikun e naftës. Dhe për të ushqyer ushtrinë e Miloševićit, makinerinë e Miloševićit në luftën në Bosnjë. Ashtu sikurse edhe në luftën në Bosnjë, Shqipëria çonte fishek. Unë e kam parë vetë dhe Euronews Made in Albania dhe ishin rrugët përmes Bullgarisë dhe çoshin në Bosnjë. Por mosojnë që deri në Ruanda në 94-ën janë çuar armë nga Shqipëria me stacion Tel Avivin edhe janë çuar atje, sepse këto janë në të gjitha këto ditaret që kanë mbajtur gazetar britanik, të cilët janë vrarë atje dhe janë të vërtetuara. Zonja Arda, për mos e zgjat, ju thoni që X-Paku ka një besim sot. Tash vetëm e çfarë përmendëm ne këtu tash, si ky njeri mund të jetë i lirë. Si ky njeri mund të jetë i lirë dhe si ky njeri pretendon të vi përsëri në pushtet, çfarë shoqërie me ne. Ta hekim Edi Ramën. Unë shpresoj që shoqëria shqiptare të jetë e kthjellët dhe të mos votoj për një njeri që ka procese të hapura, të rënda. Kështu që le të thot, jo të marri të rjeshtoj aty disa mbështetës që i kanë ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai është unë e di shumë mirë se ju duhet ta dini. Dhe nuk ka rëndësi për unë mendoj kështu që duheshe i dhënë një përgjigje edhe Lat Civitas. Sepse në 3 fjali që tha, një fjali ishte në 12 vjet Shqipëria ka krim, korrupsion edhe drog. Dhe kështu që një huaj hypur në tribun
nuk e ka të lejuar që dali dhe të flasi në atë mënyrë. Dhe askush nuk i dha përgjigje. Sigurisht, në fjalën e vet kryeministri në mitingun hapës së fushatës, shpalosi një sort arritjeve dhe me shifra, por kjo është e pamjaftueshme. Duhet të dalin të gjithë. Zonja Dade, ju keni punuar në diplomasi dhe e dini shumë mirë. Ky Lasivita, ky erdhi dhe mbajti 5 fjalë të Saliut dhe ka marrë parat për këtë, as nuk i bëhet vonë fare. Sigurisht, madje. Dhe tjetra është që shprehu ky ndonjë përkraje, ndonjë mesazh nga State Departmenti, nga presidenti Donald Trump. Pra, ai është njëri që ka në qefin e vet, i shfrytëzon paret e këtyn, e mirë apo se paret vjedh me i kanë timorit sa, por ai nuk mund t'japi asnjë vot, nuk mund ngrej për Partinë Demokratike dhe tregon mjerimin e kësaj partie që ka anë këtë gjendje që mendon me një Lasivita që Trumpi e hoqi në fund për abuzim me financat e fushatës të tij. Unë mendoj lirë që e keqja e Sali Berishës dhe të vetëve është që nuk e njohin realitetin e shoqërisë shqiptare. Këta mendojnë që jemi në 90-ën. Që marrin ndonjë huaj hypi në tribun, edhe shqiptarët tani do të mpaken, edhe do të qisën fotografi me senatore me Bushin e me gjitha dhe dhe shqiptarët tani do thonë pas ka ardhur këy nga Amerika dhe ta barazojnë Laçivitan me Trumpin apo me James Baker një herë për herë parë. Do t'i heqin atë non grata e tjera me radhë. Këto janë mjaft gjëra shumë inocente, do thoja unë, mjaft fëminore më e pakta, që tregojnë për një gjendje mjerane të këtyre përfaqësuesve dhe kujtojnë tani e marrin popullin shqiptar sikur vazhdon të jetë, domethënë pa ditur se ç'është demokracia, pa ditur si funksionojnë shtetet, pa ditur cilat janë marrëdhëniet shtetërore, pa ditur si mbështeten dhe kujtojnë tani që këta lobistët, që më duket se po ndryshojnë dhe ligjin atje, që mos deklarojnë as të ardhurat që ju vinë. Se ka ardhur Trumpi. Vinë pikërisht sepse shikojnë xhepin e tyre. Edhe japin disa këshilla dhe hiqen as i bëhet vonë. Dhe madje nuk mbajnë as përgjegjësi nëse ajo parti humbet, marrin parat dhe ikin. Marrin parat dhe ikin. Dënohet parat. Sigurisht, nuk diskutohet fare. Dhe ai ka ardhur në një terren që nuk e njeh fare. Sepse po ta dinte terrenin dhe po ta dinte se sa përqind e popullatës mund mbështesin Sali Berishën dhe mund t'i shkojnë nga mbrapa, dhe po ta dinte që Sali Berisha është hipoteka më e mirë që ka Edi Rama në këto zgjedhje. Është muri ku marr. Ai nuk pa merr mendje që do vinte. Jo do vinte se pra paret i marrin atë, mos idealizojmë. Është e kotë dhe unë besoj që kjo nuk zë vend në shoqërinë shqiptare, gjithsesi duhet thënë që një mandat i katërt ka vështirësitë e veta për t'u fituar dhe besoj që asgjë nuk duhet marrë me eufori dhe unë shpresoj që në mënyrë të veçantë personalitetet e Partisë Socialiste që janë jashtë listave të mbyllura duhen mbështetur në mënyrë që ata të shkojnë në parlament, sepse parlamenti është një institucion, është institucioni themelor i shtetit nga i cili burojnë jo vetëm legjislacioni, por edhe monitorimi i ekzekutivit. Dhe kështu që duke çuar në parlament vetëm njerëz pa përvojë, njerëz që qofshin këto gra apo burra s'ka rëndësi, nuk është parlamenti një institucion ku të mësojnë dhe të trajnohen. Në parlament politikanët shkojnë të trajnuar. Sigurisht jam që të ketë patjetër dhe të rinj, po të rinj mbasi kanë një farë përvoje edhe në politikë. Të rinj që din të artikulojnë dhe din të kuptojnë çdo thot ligj, të din se si zbatohet ligji. Pra të kenë një përvojë qoftë administrative apo në pushtetin vendor apo në pushtetin ekzekutiv. Dhe më së pari të ruajnë raportet, sepse nuk mund të përmbysen disa raporte midis deputetëve me përvojë dhe atyre që nuk kanë përvojë. Kështu që unë mendoj që të paktën për veten time, mendoj që duhet punuar për ato personalitete që janë jashtë listave të hapura, sigurisht ata prandaj janë jashtë listave të hapura, sepse Zoti Rama mendojnë që ata din të bëjnë fushat edhe din se si ka një lloj vërtete, por të respektohen nga njerëzit dhe të marrin votat, por për mua sigurisht nuk është momenti që të diskutoj dhe të them rezervat e mia që kam për listat, por unë për shembull do të shikoja një parlament patjetër me Mimi Kodhelin,
edhe me personalitetet tjera të Partisë Socialiste. Kanë eksperiencë? Sepse duhet tjenë atje patjetër. Njerëz që jo vetëm kanë kontribuar, por njerëz që janë në gjendje të bëjnë edhe debatin politik, në mënyrë që parlamentit mos jetë në ato nivele në korporatës, të cilat për hir të së vërtetës kanë qenë mjaft në nivel të ulët në këto dy parlamente. Dhe këtu nuk ka të bëj fakti që kemi ikur një pjesë që kemi qenë me përvojë dhe që dim se si bëhet lufta politike, dhe ndoshta kjo është dhe një nga arsyet që nuk i kthehet njëri Sali Berishës dhe t'ia thot dëmet që i ka sjell shoqërisë shqiptare, dëmet që i ka sjell Shqipërisë dhe jo t'i biri Gjoksit që na integrojnë në NATO dhe na liberalizojnë. Përkundrazi, ai ka sjell dëme dhe praktikisht dhe mentaliteti i kufizuar lidhur me institucionet demokratike në shoqërinë shqiptare burojnë më së pari ke modelet e deformuara që ne i ofruam shoqërisë shqiptare kur ne u hapëm drejt demokracisë. Pra duke qenë Sali Berisha dhe duke i lejuar të gjithë të vinë të zaptojnë toka, vetëm të votonin për të presin dhe të shkatrojnë çdo gjë që ndërtuar në 45 vjet që ato nuk ishin meritat e Partisë Punës, ajo ishte djersa e popullit. Po fundit ka bërë kanalizimet ishin duke çuar te niveli 0 dhe duke ju thënë që demokracia është të bësh çfarë të duash dhe jo demokracia është zbatimi i ligjit. Pra këto janë që neve i vuajmë akoma sot me mentalitetet e kufizuara që kemi për shoqërinë. Nëse vjen me avion, të gjithë kemi marrë me avion ti shife ka shkatërruar strukturën e tokës. Kështu që është burim i mjaft anëve negative që ka kjo, që kanë mbetur ende si reminiscenca të mentaliteteve komuniste. Kur flet ai që i ka akuzuar tjerë komunistë është qesharak. Nuk e di a beson vetë, është shumë qesharake për njerëz si puna ime që nuk kanë qenë as i ditë antar të Partisë Punës. Po tash Edi Ramës mund t'i themi që du, po komunistët i Ramës edhe kam njoftë 16 vjeç. Tani unë them që unë mund të kem ndonjë rezervë që ka të bëjë me autoritarizëm dhe brenda partisë, por ndoshta kur je në qeverisje ti të duhet që ta mbash të bashkuar maggjorancën, sepse helbete të duhen votat edhe në parlament, dhe mbase kjo ka qenë dhe një nga arsyet, por në fakt partit, mbasi të mbaroj kjo fushat i lirë, unë mendoj që edhe Partia Socialiste që mund të jetë partia që të paktën në këto 30 vjet, sigurisht plus minuset ka bërë dhe hapa pas për sa i përket demokracisë së brendshme të partisë, votimit e debatit të brendshëm, sigurisht që dhe ajo ka shumë gjëra për të përmirësuar, pra në jetën e vet të brendshme, por në përgjithësi partitë vuajnë nga demokracia e brendshme. Dhe kjo sigurisht reflektohet edhe në demokracinë e përgjithshme, edhe në parlament. Unë kam thënë Edi Rama do ta marrë mandatin e 4, por çfarë do të bëjë me mandatin e 4? Kjo është pyetja. Edhe pikërisht një nga këto pyetje është edhe kjo që thatë patjetër, sepse edhe lufta kundër korrupsionit, domethënë diskutohet dhe në këtë terren politik, në këtë realitet politik, unë nuk mendoj që ka një alternativë tjetër më të mirë me të gjithë defektet që ka. Sigurisht. Nuk mendoj, nuk e shoh. Problemi është që në Shqipëri vazhdimisht votohet edhe ata që ka plot që janë të pakënaqur, sigurisht, sepse ka njerëz që vuajnë dhe kanë të drejtë, për shembull pensionet kanë mbetur patjetër që kanë lëvizur nga koha se si ishin të themi në 2013, prandaj s'ka gojë Sali Berisha të flasë as për pensionet, as për gjë tjetër, por prap duhet ishe bërë më shumë. Them që duhet ishe bërë më shumë në mënyrë të veçantë në aspektin social, duke qenë që Partia Socialiste është një parti që i përket qendrës së djathtë qendrës social-demokrate, pra të qendrës, pra të majtës së qendrës europiane, dhe sigurisht programet e saj dhe politika sociale duhet të jenë në themel të politikave qeverisë. Mendoj që duhet ishe bërë më shumë. Pa diskutim, pa mohuar atë që është arritur, sigurisht. Po unë mendoj që
Partia Socialiste në radhë parë duhet ta bëj referencën me veten dhe ta bëj luftën me Sigurisht. veten se nuk ka opozitë. Sigurisht. Dhe kjo është shumë e vështirë. Dhe pse pranohet ndonjë defekt në ato fjalimet që kanë tani me fushatën, besoj që nderi bën edhe e tregon një parti vërtet demokratike që realisht pranon edhe të metat që ka, se perfeksion nuk mund të ketë asnjë. Pastaj zonjë Dade, mos harrojmë që lidhet me pension dhe padyshim unë i shoh vetë çmimet tu, por mos harrojmë që jemi një krizë botërore, Sigurisht, nuk është financiare dhe politike. Bota nuk dihet nga po shkon. Dhe më duket i lirë që po bëhet një lloj të paktën në retorik për të ftuar ata që kanë ikur të kthehen në Shqipëri. Problemi është që kjo nuk mund të bëhet me retorik, duhen bërë disa incentive që të kthehen, sepse edhe plakja e popullsisë, edhe si rezultat i largimit të rinjve, po të shikosh shifrat që e PKB-ja, Shqipëria po shton ritmet e plakjes së popullatës. Jo vetëm që po ikin, dhe po ikën mosha që është në kohën e riprodhimit të popullatës, por gjithashtu edhe ajo pasiguria për t'i ofruar familjes, fëmijëve një jetesë më të mirë ka ndikuar edhe në paksimin e lindjeve. Dhe kështu që dhe këtu duhet besoj në këtë mandat 4 me që juve tha çfarë do bëj me mandatin e 4, besoj që ka shumë gjëra për bërë dhe për të përmirësuar, dhe unë shpresoj që në këto programet në fushat përkatëse, besoj që e kanë, unë këtë do të sugjeroja që të paktën në aspektin e politikave sociale duhet bërë shumë më tepër. Një pyetje të fundit për ta mbyllur zonja Dade, në këtë situatë që është bota sot, me ardhin e Trumpit, ku po shifet lëvizjen që po bëhet në Europë, me shtetet e Europës në lidhje me NATO-n. Lëvizjet që po bëhen me tarifat e zonat e interesit, por këto shtetet e mëdha, siç thonte Pater Anton Arapi, në këtë kohë shkelma shqipëzien të mëdhtë na duhet me rujt atë thelbin ton. Tashti nuk e dim se si mund se ka ndodhur. Mas luftës së dytë, domethënë ato ndanë zonat, e dim gjithë, tash erdhi Bashkimi Sovjetik këtu. Nuk e dim ç'do ndodhi. Mund të vazhdojë edhe kështu, por a jemi të përgatitur ne si komp? Pra, kryeministri Rama dhe kryeministri Kurti, a do të kishin pas një bashkëpunim më të afërt dhe një strategji edhe për mbrojtjen ushtarake. Si do që tjetë puna ndodhi, po themi u shpërbën NATO një ditë. A jemi të përgatitur ne me fqinjtë tanë që dihen tash politikat e fqinjët tanë dhe synimet që kanë fqinjët tanë pavarësisht marrëdhënieve që kemi ne, dhe unë them, ndaq me Greqinë, ndaq me Serbinë, ne duhet krijojmë marrëdhënie të mira, se as serbët nuk do hikin kund, as ne nuk do hikim kund, as grekët nuk do hikin kund. Kjo më kujton atë vargun e fishtës që thotë se Ballkani o ty me mjegull, rryna zot se të bane i tjegull, e na bje kresë edhe ne, prej Ballkanit hajër nuk e. Tani unë besoj që Ballkani i kalon pas ato konfliktet e përgjakura dhe me vështirësitë përkatëse e ka nisur rrugën drejt proceseve integruese. Dhe kjo është një aspiratë e popujve që jetojnë këtu. Për te i faktit që aktor të tretë jashtë rajonit, siç është Rusia, përpiqen që ta frenojnë këtë proces dhe sigurisht përmes vendeve ku kanë autoritetin edhe më të spikatur dhe që kanë edhe lidhje tradicionale, në rastin konkret me Serbinë. Shqipëria është një vend i NATO-s, ashtu sikurse është Maqedonia e Veriut edhe Malizi, dhe kështu që neve patjetër që çdo gjë që bëjmë në fushën e mbrojtjes e kemi të koordinuar dhe të asistuar edhe nga NATO, sepse jemi antar të NATO-s dhe madje mundohemi që të bëjmë kontributin ton në këtë suaz të NATO-s. Dihet që përpos faktit që ne kontribojmë edhe me trupa në vende të tjera, Shqipëria ka pas trupa edhe në Bosnjë, në Okelion e Gjermanisë, por gjithashtu deri në Mali kemi çuar trupa kur na i ka kërkuar Franca, dhe ata kanë qenë në flamurin francez, sigurisht pa kosto ekonomike këto, por për të treguar që me vendet partneret NATO-s ne patjetër që bashkëpunojmë, ashtu sikur se kemi pasur në Afganistan, madje në Irak, po jo në frontin e parë,
kanë qenë në prapavi, duke u përgjigjur koalicionit antiterror në kohën e presidentit Bush, mbas sulmit që pësoi 11 shtatori, dhe një parantezë këtu, unë punën time si ministre e jashtëm e kam nisur me një telegram drejtuar Colin Powell për tragjedinë, për të ngushëlluar për tragjedinë, dhe mbas e kam qenë ndër shqiptarët e parë që kanë vajtur në Ground Zero. Edhe kam edhe fotografi atje, sepse Asambleja e OKB-s u shtypur në nëntor atë vit. Dhe sigurisht puna ime filloi me një aktivitet intensiv diplomatik edhe në rafshin europian, sepse patjetër që pati konferenca diplomatike, sepse shumë vende u rreshtuan në koalicionin antiterror dhe Shqipëria që ndër vendet e para që u rreshtua me koalicionin antiterror. Por në kuadrin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian dhe në situatat e reja që janë krijuar me zgjedhjen e presidentit Trump, unë mendoj që ne e kemi të linjëzuar politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Dhe dua të vë në dukje një hap nga kryeministri Rama, të cilin unë e kam mbështetur kur presidenti Trump i 2016-ës, 2020-ës, i kërkoi Shqipërisë që të lëvizte ambasadën nga Tel Avivi ta çonte në Jeruzalem, ambasadën e Shqipërisë në Izrael. Dhe Rama i ktheu përgjigje të letrës dhe i tha që ne e kemi të linjëzuar politikën e jashtme me Bashkimin Evropian, sepse si vend kandidat ne patjetër që nuk mund të bënim ndryshe, por e kishim në një linjë me Bashkimin Evropian politikën e jashtme dhe sigurisht. Dhe ka qenë veprim i mirë. Dhe sigurisht që një veprim i mirë. Kosova për arsye të tjera, me që Izraeli e njohu si shtet, e ka çuar në Jeruzalem, i cili mendoj që ka qenë një provokacion atëherë, sepse dihet që demokratët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po dhe republikanët historikisht kanë qenë për krijimin e dy shteteve. Le të shpresojmë që presidenti Trump do të ndikojë që këto gjëra të zgjidhen, megjithëse atje kanë filluar disa incidente, siç ishte rasti i mbrëmshëm që kanë sulmuar dhe kanë djegur shtëpinë e guvernatorit të Pensilvanisë, i cili kishte ftuar në shtëpinë e tij dhe kishte bërë një dreka dark për ceremonitë që kanë filluar tani edhe të izraelitëve. Dhe kështu që ka qenë një incident i papranueshëm dhe ai ka dalë sot, sigurisht ka vepruar policia në kohë rekord dhe është ndaluar një person, por dhe atje kanë filluar këto hasmëritë dhe protestat që ndodhin në rajon. Tani ka mjaft raste që ndodhin edhe atje. Ashtu sikurse edhe këtu pati një protest u konsiderua si e komunitetit musliman në kohën ku Ramos ju dha një dekorat nga ana e presidentit izraelit aty në vizitën e fundit. Pra janë disa sentimente që nuk duhet nxitur dhe nuk duhen ushqyer, dhe të kthehemi tek NATO dhe te politika e jashtme e Bashkimit Evropian. Unë mendoj që dhe ato kërkesa që ka presidenti Trump, unë nuk dua të besoj që do të kemi ndonjë hap të pamenduar mirë lidhur me rolin që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO, por do t'i referohesha sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, i cili ka kërkuar që shtetet të rrisin buxhetin, sepse në situatat e reja të krijuara dhe në mënyrë të veçantë me luftën në Ukrainë dhe me zvaritjen për të punuar për procesin e paqes, ashtu sikurse pretendohet që është nisur diçka, unë mendoj që kjo është një gjë e vështirë dhe prandaj duhet të përkushtuar më shumë vëmendje lidhur me buxhetet e mbrojtjes, ashtu sikurse ka bërë Gjermania, ashtu sikurse kanë bërë shumë vende të tjera. Nuk e di rastin e Shqipërisë, sepse besoj që neve, e thash edhe një herë, hapat i marrim në bashkëpunim edhe me këshilltarët që kemi këtu të NATO-s, por është një hap mjaft i mirë pozitiv përpara që neve konsiderohemi partner serioz nga të gjithë vendet e NATO-s dhe ata kanë ardhur dhe kanë bërë edhe shërbime të përbashkëta këtu, sikurse është rasti edhe i Mbretërisë Bashkuar në mënyrë të veçantë, meqense ata janë larguar tani nga Bashkimi Evropian, por
marrëdhëniet me ta janë jo vetëm përmes NATO-s, por edhe përmes angazhimit të tyre direkt në rajon dhe rritjes së prezencës së tyre në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe mbështetjes që ata vetë duket si paradoksale, pa ata vetë japin mbështetje Ballkanit Perëndimor për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Unë kam ndjekur sot me shumë vëmendje dhe opozitën në Hungari, duke i dhënë përgjigje kryeministrit aktual që mendon që krijon ato probleme për Bashkimin Evropian dhe opozita atje ka dalë dhe duket që ka një mbështetje mbar popullore që Hungaria jo vetëm të mos ta mendojë dhe të bëjë referendume për dalë nga Bashkimi Evropian në ndikimin e rusëve, por ata shprehin bindje dhe po punohet që të konsolidohet antarësimi i Hungarisë në Bashkimin Evropian. Pra ne duhet të analizojmë situatat me shumë vëmendje dhe të shikojmë fokusin ton që nuk ka alternativë tjetër, alternativa e vetme është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo vazhdimisht i ka interesuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse politikat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politika jashtme ka qenë që sa më shumë vende aleate të NATO-s apo antare të NATO-s të jenë në Bashkimin Evropian, aq të mirë është edhe të gjithë të interesit të përbashkët të Shtetet e Bashkuara dhe të Europës. Kështu që unë shpresoj dhe ato shqetësime që janë ngritur me luftën tregtare, ne që i kemi ndjekur vazhdimisht politikat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur vende si puna jon, për shembull antarësimin në Organizatën Botërore të Tregtisë, ka qenë një angazhim më së pari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra për globalizmin dhe për tregtinë e lirë mes vendeve. Pra ka një konfuzion tani dhe unë mendoj që pezullimi për 3 muaj i atyre tarifave, pra politikave për të rritur tarifat, ndoshta është një hap në drejtimin e dur, ndoshta hidhen nganjëherë dhe për konsum për të testuar situatën, por me sa kuptoj me Kinën edhe me këto gjërat sikur po thellohen dhe kemi lëvizjen e presidentit kines që ka ndërmarrë tani një vizitë në vendet aty në Malajzi, në Vietnam dhe në Kambodgja, duke qenë që janë vende që preken nga këto. Gjithsesi unë mendoj që Shqipëria, një vend i vogël, duhet shikoj edhe interesat e veta kombëtare dhe të kthehemi te bashkëpunimi me Kosovën, sigurisht janë bërë hapa shumë përpara, por unë dua të shikoj një bashkëpunim akoma më të ngushtë midis qeverive. Le të shpresojmë që Albin Kurti do ta krijojë qeverinë, ende nuk është krijuar. Pritet që këto 2-3 ditë të krijojë. Të shpresojmë që ta krijojë, sepse kam përshtypjen që duhet të zgjidhen disa gjëra, sepse kalon dhe afati pasaj i krijimit të qeverisë, i fillimit të funksionimit të parlamentit dhe i krijimit të qeverisë. Një pyetje të fundit, 1 minutë. Ç'ke mendim keni për partitë e reja? Çfarë kuotash do të kenë dhe çfarë shpresoni? Unë shikoj me dashamirësi që janë krijuar këto partitë. Dhe në mënyrë të veçantë sigurisht më intereson që të ketë parti realisht të majta, që kuptohet politikat e tyre janë më pranë interesave të njerëzve që nuk kanë mundësira dhe duhet të krijojnë shanse të barabarta të gjithëve, sepse në fundit në themel kjo është edhe arsyeja kryesore e funksionimit të politikës në mënyrë të veçantë të partive socialdemokrate dhe partive të majta. Dhe kështu që shpresoj që ata të marrin, por në fakt, më së pari, që ne realisht kemi një parlament ashtu sikurse i duhet Shqipërisë, duhet të ndryshojë sistemi zgjedhor që kemi. Unë e kam votuar këtë sistem zgjedhor sepse duke besuar ke dashamirësia dhe te vullneti që mund të kenë partitë për t'i dhënë një parlament me të gjitha vlerat dhe është e mundur edhe me këtë sistem. Por praktika tregoi që kjo më së pari, ky sistem rriti autoritarizmin e liderëve të partive përkatëse. Edhe kështu që duhet patjetër të kthehemi prapë proporcional kombëtar. Sidomos vetë numërimi i votave dhe për llogaritja që bëhet, partitë e vogla nuk e favorizon. Po le të shpresojmë që sa më shumë ngjyrësh të jetë parlamenti, aq më mirë është për një vend që ende ka probleme me kollonat kryesore të demokracisë dhe në mënyrë të veçantë me funksionimin e shtetit së drejtës dhe të koncepteve për funksionimin e një shoqëri demokratike. Pra kemi një proces gjatë.
Është proces i gjatë, megjithatë unë them që shumë është bërë. Po Padyshim. të krahasoj me 30 vjet përpara, duhet kishim lëvizur më me shpejtësi sepse mundësit i kemi patur, por sikur se thash, konfliktualiteti në politikë dhe nganjëherë mendje ngushtësia dhe kufizimi i mentalitetit të shumicës atyre që kanë drejtuar qoftë opozitën, apo dhe kur ju ka rënë rasti që kanë qenë në maggjorancë, por edhe lojrat e skemave jo shumë të sinqerta dhe skemave, domethënë brapa skenave që janë bërë. Për shembull si rasti 2005-s, në 2005-ën rikthimi i Sali Berishës ishte si dhuratë që ja dha e Majta në fakt. Sepse ndarja e të Majtës mundsoi ardhjen e Sali Berishës, e cila u komentua nga mjaft vende dashamirëse tonat që si ka mundësi që shqiptarët të kthejnë mbas asaj që ka ndodhur në 97-ën të njëjtin personazh. Ka qenë një artikull. Kështu që nuk besoj që nuk beson kërkush. Por unë jam fanatike për këtë dhe unë nuk dua t'i hedh faj elektoratit që voton për Partinë Demokratike, pra e marr si alternativë që nuk ekziston më alternativë. Unë jam fanatike dhe them që nuk duhet të rritet asnjë vot. Sali Berisha në këto zgjedhje. Dhe besoj që ky mund të ishte një nga objektivat që do t'i bëja thirrje elektoratit mbështetës, pra pavarësisht që mund të ketë njerëz që janë të zhgënjur, janë të pakënaqur, kanë probleme, por këto probleme nuk besoj asnjëherë që do t'i zgjidhin, përkundrazi do të thellohen dhe as nuk besoj kurrë që do të kemi ndonjë situatë të paparashikueshme. Nuk ka për të ndodhur kurrë. Besoj që Partia Socialiste do ta formojë qeverinë përsëri, por shpresoj fuqishëm dhe besoj fuqishëm që dhe ato defekte që domosdo ka patur mendoj në mandatin e fundit, besoj që do të zgjidhen, aq më tepër me avancimin e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, me përmbylljen e kapitujve, patjetër që kjo do të shoqërohet dhe me një reflektim të korrigjimit të defekteve. Zonja Dadi, ju faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe besoj që keni qenë një këmbë barë për hapjen e këtij emisioni dhe unë uroj mbarësi. Patjetër do të vini prapë. Edhe sa më shumë të kemi emisione për të vërtetat, raporti me të vërtetën. Aq më mirë do të jetë për shoqërinë tonë. Ju faleminderit shumë.